Në një deklaratë zyrtare në xhmitora Drejtoria e Emergjencave në Bashkinë Pogradec, bëri me di se lumi i Vërdovës vijon të mbetet problem serioz dhe i hershëm, i cili është përkeqësuar ndjeshëm ditët e fundit. Sipas tij, bashkia ka hartuar prej kohësh një projekt të plot për zgjidhjen përfundimtare të situatës, por për shkak të mungesës së fondeve ka kërkuar mbështetje nga qeveria dhe institucionet përkatëse, ndërsa aktualisht ndodhet në fazën e aplikimit. Tora theksoi se dëmet janë evidente si në tokat bujqësore ashtu edhe në banesa, ndërkohë grupet e monitorimit janë në terren pas ankesave të disa familjeve. Ai paralajmëroi për rrezik serioz për shkak të një shtylle të tensionit të lartë pranë zonës së përmbytur, duke kërkuar bashkëpunim urgjent mes bashkisë, ARSH-s dhe OSHES. Ndërkohë, autoritetet po japin vetëm zgjidhje provizore, pasi situata mbetet problematike dhe rrezikon bllokimin e rrugës në çdo moment. Atëherë në këtë kuadër unë i bëjthirë dhe institucioneve tjera, sepse këtu është një bashkëpunim që kërkohet ndërmjet ARSH-s, Bashkisë Pogradecit, OSHES, e cila aty brenda është një shtyllë elektrike e tensionit lartë që në momentin që ajo mund të bjerë, mund të shkaktojë tragjedira. Neve kemi njoftuar sektorët e qarkullimit rrugor, firmat e mirëmbajtjes që të kujdesen sepse kjo rrugë nga moment në moment mund të jetë dhe bllokuar, mund të bllokohet, nga që njëri kalim është i bllokuar, ne kemi vënë shenja përkatëse për ndalimin, pjesa tjetër nga moment në moment dhe mund bllokohet. Themi që kjo zgjidhet përfundimisht me projektin imediate, duke bashkëpunuar me autoritetet mund të bëjmë zgjidhje provizore, por është shumë problematike. Kemi marrë masat që të paktën jetët e njerëzve ti evitojmë. Probleme me pronat mund të ndodhin dhe ajo është në çdo rast imediat, ndërsa për jetë njerëzish nuk besoj.